Pasi që në seancën e kaluar u lëshuan kamerat të sigurisë si prova, shqyrtimi gjyqësor vazhdoi edhe sot. Endrit Nika u paraqet në gjykatë si akuzuar për vrasjen e të dashures së tij nga Argjentina. Në këtë seancë përmes videoincizimit u paraqetën edhe prindërit e viktimës. Fillimisht, trupi gjykues aprovoi kërkesën e të akuzuarit për të pasur një përkthyes. Policia kërkon nga i panderit që të deklarohet edhe herë, vetëm komë drejt tribunale. Na e kemi kuptuar si gjykatë që mbrojtjen tonë, që tani thuaj se kemi arritë mbrojtja juaj. Ekipat të lehtë u shprehin gjuhën gjermane, franca e kemi kuptuar drejt. Jo tankohen, a dhe në nemoj me folë shqip. Mirë, Ndaj fjallë se jo ndaj fjallë. Mirë, po ekipat lehtë mu shprehin gjermanisht, po për atë arsye do ta kemi caktuar. Në seancë u paraqet edhe kërkesa për dëshmitare të re, doktoresh Blerina Gashi. Po ashtu mbrojt si avokat Drilan Imeri me parashtresën e datës 31/10/2025, pra në kësaj gjykate, ka propozuar që në cilësinë e dëshmitares të ftohet Blerina Gashi, doktoresh, me arsyetimi se ka qenë në vendin e ngjarjes me autoambulancë dhe ka shkuar deri në urgjencë me tani të ndjerën, Maja Klar. Dhe si pas informacioneve të mbrojtësit e njëjta ka theksuar se po nga ajo ditë ka pritë që kontaktohet nga dikush për të dëshmuar lidhje me këtë rast, por nuk ishte ftuar as nga prokuroria e Shqipërisë. Prokurori i rastit, Armend Hamiti, tha se nuk e kundërshton këtë kërkesë, për që dëshmitarja është dashur vetë të paraqitet. Prokurori shteti lidhur me parashtresën e mbrojtësit deklaron lidhur me këtë parashtresë që e ka paraqit mbrojtësi në këtë fazë. Ky dokumentacion ka qenë i trajtuar nga ekspertë mjekë ligjor. Mjeku që janë ndihmën e parë, në këtë rast na bëvon derisa dorëzohet në emergjencë, po dhe mjeku që janë ndihmën e parë derisa dorëzohet në emergjencë, po dhe mjeku që janë ndihmën në emergjencë apo në spital, ai të gjitha çka vren apo ka trajtuar i paraqet apo emergjencë apo spital. Dhe kjo pjesë është përfunduar, është e kryer në kohën e hetimit. Nëse ka pasur diçka të jashtëzakonshme, e cilën ne nuk kemi pas çështje dhe nuk zakonisht nuk pyetet ai raporti pacient mjet, doktor Blerina Gashi në këtë rast, sepse as prokurori, as polici, e as gjyqtari nuk ka drejt në mënyrë të përzihet në atë raportin mjekësor ndihmën e parë për jap një pacienti të mirë, ose punë detyrë e tij. Dhe mu më çudit fakti se nëse ka pas diçka, se nuk është paraqit që sa vjen. Kundërshton? Jo, nuk e kundërshtoj. Nuk e kundërshton, a pajtohesh më thjesht? Po, pajtona më thira, po më intereson edhe mu. Kjo kërkesë u kundërshtua nga avokati i familjes së viktimës Betim Shala. Unë e kundërshtoj propozimin që ai kundërshtoj propozimin nga arsyeja se askur në raportet mjekësore, posaçërisht në raportet mjekësore, nuk përmendet se ajo gjatë trajtimit të tani të ndjerës ka aplikuar testin e Balltazarit në bazë të së cilit përcaktohet niveli gjendjes mendore të pacientit. Trupi gjykues pas këshillimit dhe diskutimit vendosi që kërkesa ta aprovohet. Si trup gjykues, këtë parashtresë kemi kandidata në gjykatë 31/2025 dhe normalisht që kemi këshilluar edhe më parë dhe tani gjykata edhe formalizon në këtë akt vendim, aprovohet propozimi i mbrojtjes që në cilësinë e dëshmitares të ftohet doktoresh Blerina Gashi, e cila ka qenë në vendin e ngjarjes ditën kritik. Këto raporte që ka me këtë akt vendim ndërprej këtu seancës sot.